48 shqiptar humbën jetën në vendin e punës, gati 30% më shumë se në vitin 2024. Inspektorati i punës thotë se tre sektorët më problematik me numrin më të lartë të fataliteteve janë ndërtimi, minierat dhe industria prodhuese. Mbetet ende sfidë lufta ndaj informalitetit, kryesisht në nëndeklarimin e pagave dhe të pagesave për orët shtesë. Puna në lartësi, shembjet e galerive në miniera, makineritë e prodhimit dhe aksidentet me mjetet e transportit vijojnë të jenë shkaktarët kryesor të fataliteteve në vendin e punës në Shqipëri. Vetëm gjatë vitit të kaluar janë regjistruar 212 aksidente në vendin e punës nga 177 aksidente në vitin 2024 apo nga 168 të tilla në vitin 2023. Bilanci shërënduar me 48 punonjës të aksidentuar vjet, të cilët humbën jetën, dhe sektori më problematik mbetet ndërtimi, minierat dhe prodhimi. Në 3 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 53 të aksidentuar me pasojë 9 humbje jete, kryesisht punonjës të shërbimit të shpërndarjes së mallrave të ndryshëm në shtëpi. Problematikat e tjera që hasen në tregun e punës kanë të bëjnë me informalitetin në disa aspekte të tij. Nga inspektimet e kryera në vitin 2025 janë identifikuar 2591 punëmarrës informal, ku 98% e tyre janë formalizuar brenda procesit inspektues. Nëndeklarimi i pagave mbetet dhe hallka më e vështirë e informalitetit, si për të verifikuar ashtu edhe për të ndëshkuar. Ndërkohë nga inspektoriatet sqarohet se vjet kanë marrë 1200 ankesa nga qytetarët, nga të cilat afro 70% janë zgjidhur në favor të tyre. Sa i takon masave për shkeljet e identifikuara si për sigurinë në punë, ashtu dhe për informalitetin, janë vënë 268 gjoba me vlerë 64.5 milion lek, ose 20% më shumë se në vitin 2024.